presim akoma më poshtë, shkojmë në Gjirokastër tani, me Rigels Malile, gazetarin ton, për të parë pak se si është situata edhe atje. Rigels, mirëmëngjes, paktën faqja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tregon që ka mbetur vetëm një qendër votimi pa u përfunduar procesi i numërimit. Çfarë mund të themi për Gjirokastërën? Pra, besoj që gjithçka, le ta themi de facto është e përfunduar apo jo? Gjithçka është e përfunduar, ka mbetur vetëm një qendër votimi në fakt pa u updateuar në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi ka përfunduar tashmë edhe kutia e fundit. Në orët e vona të natës së djeshme kemi përfunduar të gjithë procesin e numërimit për sa i përket subjekteve elektorale, por në 6 prej bashkive të qarkut të Gjirokastrës kanë përfunduar edhe numërimi për sa i përket listës së kandidatëve të cilët do të jenë pjesë e Parlamentit të Ri të Shqipërisë. Nuk ka patur surpriza në Gjirokastër. Në Gjirokastër është ruajtur i njëjti rezultat për sa i përket mandateve, pra do të kemi 3 mandate për Partinë Socialiste dhe 1 mandat për Partinë Demokratike, ndërkohë që Partia Socialiste ka thelluar rezultatin me rreth 1000 vota për sa i përket votave të pjesëmarrjes në zgjedhje. Ka marrë pra rreth 1000 vota më tepër se sa ka patur në zgjedhjet e vitit 2021, kur kemi parasysh që pjesëmarrja ka qenë thuajse e njëjtë, sepse në vitin 2021 ka qenë 38.85% pjesëmarrja në qarkun e Gjirokastrës, ndërkohë që ka qenë 39% në këto zgjedhje, pra kemi të bëjmë pak a shumë me të njëjtin numër zgjedhësish, por duhet të theksojmë që Gjirokastra është një nga qarqet që ka një numër të konsiderueshëm emigrantësh të cilët kanë votuar në diasporë, do të pritet edhe numërimi e atyre votave për të vendosur përfundimisht se sa vota kanë marrë subjektet përkatëse, por nuk pritet që të kemi, dhe është e pamundur tashmë që të kemi një ndryshim për sa i përket mandateve, do të jetë 3-1 Gjirokastra, pra 3 mandate për Partinë Socialiste dhe 1 mandat për Partinë Demokratike. Është e njëjta panoramë që krijohet. Po Rigels? Tashmë lufta bëhet vetëm për sa i përket kandidatëve që do të shoqërojnë kandidatët fitues tashmë të listës së mbyllur, që janë Mirela Kumbaro nga Partia Socialiste dhe Tritan Shehu nga Partia Demokratike, dhe numërimi në 6 prej bashkive ka prodhuar një rezultat, le të themi deri diku të pritshëm, ku kryeson ish kryetari i Bashkisë së Tepelenës Tërmet Peçi me 5967 vota, i ndjekur nga Anila Dimitri me 3128 vota, Piro Dhima 2582 dhe Shiqyry Hysi 1566, por mbetet për të theksuar fakti që nuk janë numëruar ende votat e Bashkisë së Gjirokastrës, që është bashkia më e madhe e qarkut, ku pritet që të kemi le të themi një ndryshim të këtij rezultati, pasi gjatë gjithë fushatës elektorale në Gjirokastër është mbështetur hapur dhe nga drejtuesit lokal, por edhe nga drejtuesja politike e qarkut të Gjirokastrës, zonja Mirela Kumbaro, është mbështetur kandidatura e Piro Dhimës, pra pritet që të kemi le të themi një shumicë votash, dhe ndoshta Tërmet Peçi dhe Piro Dhima do të jenë 2 emrat që do të shoqërojnë Mirela Kumbaro në listën me 3 deputet të qarkut të Gjirokastrës. Si do ta përshkruaj Rigels procesin e votimit dhe numërimit në qarkun e Gjirokastrës përgjithsisht? Është një ditë pune e lehtë atje? Si ka shkuar dita e djeshme? Në fakt, në Gjirokastër nuk ka patur problematika të theksuara, ka patur disa raste sporadike që duke nisur me ditën e votimit që ka patur një bllokim në një prej qendrave të votimit për një bllokim disa minutësh dhe disa raste të fotografimit të votës, si me sa duket njerëzit kërkojnë që të jenë, le të themi, më protagonist se duhet. Por në përgjithësi atmosfera ka qenë e qetë duke përjashtë fotografimit të votës. A janë